Abdullah ibn Mubarak, Zoti e mëshiroft, thot, ç'është sjellja e mirë? Çiltërsia e fytyrës, kur ta takosh tjetrin edhe kur kesh të bësh me njerëzit, ti jesh i çiltër në fytyrë. Veprimi i mirësisë sa të kesh mundësi. Pra sa të mundesh bëj mirë, dhe e treta ndalimi i të keqes ndaj njerëzve. Kjo është sjellja e mirë. Çiltërsia e fytyrës, pra të flasësh, të komunikosh ashtu siç duhet. Të bësh mirë sa të mundesh, edhe të ndalosh të keqen ndaj tjerëve sa të mundesh. Kana khuluquhul Kur'an, ishte morali i profetit alayhi salatu selam Kur'ani. Shif Kur'anin, shif Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, ishte Kur'an i gjallë që ecste mbi tokë alayhi salatu selam. Ahsana an-nasi khuluqa, kana gjithashtu profeti alayhi salatu selam ishte njeriu me moralin më të lartë dhe më të plotësuar. E sa tekste janë në fen ton të bukur, siç na ka porosit neve pra Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhi salatu selam. Unë lut Zotin xhaleshanu që neve të na bëj për besimtarëve të mirë. E lut Allahun xhaleshanu që neve na pajisi me moralet më të larta dhe më të bukura. E lut Zotin xhaleshanu që të jemi të fituar në këtë dynja, në betejën me të keqen, në betejën me veten tonë, gjithashtu të dalim edhe të fituar ditën që do të qëndrojmë përpara Allahut xhaleshanu. E lut Zotin xhaleshanu ne të na bëj shembuj të mirë. Na bëj për atyre të cilët i friksohen Allahut në çdo gjendje dhe në çdo kohë. Na bëj për atyre të cilët i kthehen Zotit me pendim dhe me vepra të mira dhe kur nuk vinë pre e dredhive dhe kurtheve të shejtanit mallkum dhe atyre të cilët janë ushtri e shejtanit. Dhe lut Allahun xhaleshanu të na zbardhë fytyrat në këtë jetë edhe në ditën që do të dalim para Allahut. O Zot, ty të lutemi ja Allah, jemi dobët, kemi nevojë për ndihmën dhe suportin ton, ndaj na suporto ja Allah.